Kryeministri Edi Rama takoi sot në Hagë ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, që mbahet prej 5 vitesh në paraburgim. Rama u shpreh pas takimit se ndaj ish-krerëve të UÇK-s është bërë një proces fars pa prova dhe me dëshmitar grotesk. Kryeministri Edi Rama ka takuar këtë të njëjtë ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, që mbahet në paraburgimin e Gjykatës Speciale të Hagës prej nëntorit të 2020-s. Në një koment në rrjetet sociale, Rama e konsideron fars procesin e nisur ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Sapo kam dalë nga godina ku luhet teatri i turpit të drejtësisë ndërkombëtare me Hashim Thaçin, i cili u rrëmbye pa gjyq e as akuzë nga zyra e presidentit të Republikës, ku e kishte çuar populli i Kosovës, dhe me luftën çirimtare të Kosovës, së cilën nuk e përdhos dot një farsë e nisur për trafik organesh nga kukullat ruse të Dumës së Putinit në Strasburg dhe e vazhduar me lloj-lloj absurditetesh e dëshmitarësh grotesk të akuzës ndërkombëtare në Hagë. Ndan edhe disa detaje nga takimi me Thaçin dhe dënon pa drejtësitë që i bëhen atij në qeli. E kam gjetur komandantin në formë, të qetë dhe të buzëqesur si çdo i pafajshëm me karakter të hekurt, edhe pse me ndalime absurde të drejtash minimale që ishin hequr krahasimisht me herën e kaluar, një turp më vete me një fjalë. Një mesazh e pati edhe për ndërkombëtarët që financojnë dhe mbështesin gjykatën speciale. Nuk di ç'të them për këtë padrejtësi uluritse në zemër të Europës demokratike, me bekimin e shteteve të Europës dhe SBA-s dhe me fondet e taksapaguesve europian dhe amerikan ndaj një populli europian që çliroi vetveten nga një regjim nacional socialist, po edhe Europën nga një njollë zez apartheidi, mu në kërthizën e saj për dekada me radhë. Edhe në një videomesazh të bërë përpara takimit, Rama uroi lirimin e ish-krerëve të UÇK-s vitin që vjen. Rama u ndal edhe në vendimet e Këshillit të BE-s për heqjen e masave ndaj Kosovës, ku ka veçuar rolin e presidentes Vjosa Osmani. Presidentja e Kosovës ka shkëlqyer dhe me fjalë bindse, por edhe si rezultat i një pune këmbgulse dhe një koordinimi të mirë që kemi bërë në javët e fundit, pa dashur këtu të marr asnjë merit. Ndërsa për Shqipërinë thotë se është në kushte siç nuk ka qenë ndonjëherë në procesin e integrimit. Do të vazhdojmë përpjekjet në luftën kundër atyre problemeve që këta kanë shumë dëshirë dhe zakon t'i përmbledhin tek lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Rama deklaroi se ka theksuar në Bruksel se hapja e të gjithë kapitujve për të është inkurajim dhe ka ripërsëritur domosdoshmërinë që Komisioni dhe BE-ja t'i qëndrojnë marrëveshjes për të mbyllur negociatat brenda 2027-s. Më vjen jashtëzakonisht mirë t'ju them që edhe një herë tjetër, pa modesti, ju kam nderuar.